Grupi që ju bashkëngjit Sali Berishës duke bërë që në zgjedhjet e 14 majit 2023 të mos votonin PD-n ka mbetur i mënjanuar në fushatën aktuale. Bëhet fjalë për parlamentarët që u prin Gazmend Bardhi, i cili u dërgua si drejtues politik në Fier, duke u vendosur edhe në listën e mbyllur. Të mënjanuar nga fushata, Bardhi duket se kërkon të mbajtë karikuar grupin e tij, duke i dhënë një gajret që e quan plan. Sipas tij, më saktë sipas zërave që vijnë nga grupi i tij, po flitet për një ide ose më mirë një platformë që ky grup e ka në agjend. Sipas tyre, zgjedhjet e 11 majit nuk do të njihen dhe për këtë do të bëhet aq zhurmë sa do të arrihet në një qeveri teknike me ndihmën e ndërkombëtarëve me të cilët Bardhi ka thënë se është online. E me arritjen e qeverisë teknike do të ketë një koncesion që opozita do të jap ndërkombëtarëve për të arritur qëllimin e saj. Do të largojë Sali Berishën nga kreu i partisë dhe do të ngjitet vetë regjenca B2 në krye të Shqupit. Dëgjuar kështu duken si ata skenarët që dalin si buket djathtë në tryezat gjeopolitike të paneleve madhështore të televizioneve tona, por në të vërtetë janë diskutime reale të bëra në tryezat e opozitës së bashkuar në diversitet që ka mbetur në të thatë, pasi protagonizmin e ka përveç doktorit Flamuri me Ballion Junior. Revolucioni i Bardhit, i cili bllokoi hyrjen e PD-s me kandidatët e saj në zgjedhjet lokale, kishte shpresën për rikandidim të grupit parlamentar që do t'i bashkoheshin aventurës së tij, por në fund përveç vet Bardhit, pjesa më e madhe nuk u vendos në listat e sigurta, ndërkohë që emra të rëndësishëm si Dash Sula e të tjerë u larguan nga lista, edhe pse arritën rezultat fitues në të ashtu quajturat primare. Në fakt, Berisha nuk e ka pasur aq të lehtë të fuste në lista, qoftë edhe ato pak veta nga ky grup. Caktimi i Bardhit në Fier shkaktoi një pakënaqësi të madhe të grupit besnik, të kryesuar nga deputeti Luan Baçi, dërgimi Luciano Boçit, deputetit që mori më shumë vota në Elbasan në zgjedhjet e 2021-shit në qarkun Shkodër, ka krijuar probleme të mëdha në bastionin më të madh të demokratëve në Shqipëri. Po ashtu edhe në Lezhë, ku besnikët e PD-s janë mbledhur pas ish gjyqtarit Gjingjoni, i cili ka investuar fort në qarkun, po ashtu bastion të PD-s. Nuk e kanë pritur mirë Agron Gjekmarkajn, i cili edhe pse një figurë qendrore e PD-s po bën një fushat lokale në Bashkinë Mirdit.